Në moshën 34 vjeçare, pas një sëmundje të shkurtër, ka ndëruar jetë ish gazetari i televizionit Syri Vision Shpend Lokaj. Nga shokët, kolegët dhe gjithë bashkëpunëtorët, ai njihej si punëtor i zellshëm, kreativ dhe gjithçka që ai punonte bënte me kënaqësinë më të madhe për t'u sjellë shikuesve diçka me vlerë. Shpendi qysh në adoleshencë u shqua për organizimin e aktiviteteve dhe ishte edhe vetë pjesëmarrës në shumë ngjarje kulturore artistike që organizonte Komuna e Deçanit. Ai me vullnet të madh punoi për një kohë edhe në radio për t'u kyçur intensivisht në televizionin Syri Vision në Gjakov, ku punoi për disa vjet me radhë si gazetar e pak kohë edhe si redaktor. Për Shpendin nuk ishte jo, ato e gjeje kudo, në çdo kronike storje të shpejtë. I dashur, i shkathët dhe për më tepër i durueshëm, ai me vendosmërinë që e karakterizonte do të kujtohet për jetë nga të gjithë kolegët e televizionit Syri Vision. Shpend Lokaj la pas vetes bashkëshorten dhe 2 djemë të mitur. Varrimi i të ndjerit bëhet nesër në Lumbar të Deçanit në orën 13.